në hotel, grupi Gjezet Mustafa, Gjezet Mustafa vajti dhomat e tyre, hoqi telefon, grisit, shkëput telefonat, që mos komunikonin. Dhe shtyri ditë dhe nisë 3 ditë. Dhe njëkohësisht spostojnë 90 km vend e zbarkimit. Kishë raportuar këta. Ata i dërgojnë Hekurani Saj tepër urgjent edhe. Ju sugjerojmë që të kërkohet shtetit italian të i bllokojë në Itali, të mos i lësh të zbatosh Shqipëri. Dhe i shkon Ramiz Ali, se kanë drejtë të fare. Ramiz Alia ishte skenari për Kadir Azbiu, si duka të fare vëshënimin, le të zbarkojnë Shqipëri, kaq shkruar. Shqipëri Ramiz Alia? Shkruar mondiali, janë dokumentat, shkruar. Dhe në arshiv. Zveshvi. Dhe çfarë bën tani? Unë nisën ata, raporton ata, u marrën. Hekurani Saj, që bë skenari për Kadir Azbiu, pse nuk e pritën bandën sa hyn te pylli, ta arrestuar ta zgjidhur për kanë dhënë Rogozhin? Po. Kjo ka bërë më bravo. Hekurani Saj me 2 bodyguard, mbas orës shkon në përpyll dhe vetë afër lumit në këmbë teja. Po. Kadir Azbiu ishte divizionin e Elbasanit. Po. Dhe u bë për plasjet të di armat, terror apo fare. Dhe njoftojnë Kadir Azbiu dhe Kadir Azbiu vjen menjëherë në Rogozhin. Atë kur vjen Kadir Azbiu vjen dhe ai nga kishte ato tej Hekurani Saj. E dy ato u ngritu gjithë. Ban mora si soi menjëherë, që skenari, çka ka banda. Dhe Kadir Azbiu hipën në tank dhe thotë, dorëzo, i thotë ati, Gjezet Mustafa, jam Hekurani Saj, atë që Kadir Azbiu. Si përfundim u vrabu fare, dhe kur Kadir Azbiu të betë fare, i thotë, afrote Hekurani Saj, marroj misionin jot. Kadriu kështu. Dhe hipën makinës dhe largohet Hekurani Saj. Vjen Shqipëri, vjen Tiranë. Tiranë? Ashtu. Thret, Hoxha, i ke një pjesë aty, Kadir Azbiu. Edhe akuzon. Edhe i thotë, si ishte mu, do thotë, pas kam përgatitur grupin e Gjezet Mustafa të ta zgjisoj ty, thotë. Gjezet Mustafa nuk do vide me tren, thotë, edhe me rrugë këte, thotë ta zgjisoj ty. Pastaj si do hyjë në Tiranë? Si mund ta zgjisoj ty? Këte thotë do strehoj këtu. Ku janë këto dhëna? Kush ka dhënë? Unë jam vetë asaj fushë. Ja poshtë. Po i thotë. Ti ke qenë në zinxhiri, thotë, Mehmet Shehu, sepse në vitin 1966, në mbledhjen e Këshillit të Mbrojtjes, kur Mehmet Shehu propozoi që të bashkohej dega zbulimit agjenturor të Ministrisë së Mbrojtjes Ushtarake jashtë shtetit, me zbulim politik, ti nuk kundërshtove, po i bashkuat, sepse do ndërgonte mua agjentura ushtarake jashtë shtetit që Mehmet Shehu është agent, do vetëm se bëte, kur kishte varësi do më jepje mua. Unë bashkë vendos me ta. Po tha. Ky ka qenë qëllimi juaj, thaj bashkuat, tha, 2 zbulimet në drejtë të përbashkët. Dhe vazhduan. Kur u bë gjyqi Hekurani Sajt, pyetën Hekurani Sajt, e pranon vetë. Ishte një skenar i organizuar nga neve për azgjësimin e Kadir Azbiut. Te ka gjyqi. Dhe i shkreti dhe tha, partia ime më arreston. Çfarë do thoshte ai? Edhe u tregua trim. Pra tani, nëse do vazhdojnë pika, as Mehmet Shehu, do të pyesur Mehmet Shehu. Po Kadir Azbiu, vërtet janë ato që përfundoi me kafë të thyrë, me dhënë të thyrë? Çdo gjë mund të ketë brenda. S'ke në informacion. Çdo gjë, jo, unë marr shumë dokumente. Po të burrat, unë dua familjen time, dua Shqipërinë, nuk e fare, vetëm në përkëmbur pranoj. 30 vjet ministri i Brendshëm, që si është ka dhëndis. E ke takuar vet? Është si mendoj unë. U ktheva nga Rijeka Jugosllavisë. Grani Kadria, po i them emra sot, burri zonjës i vodhi paratë e Shqipërisë, Gjallëzës së Shemsie Kadria. Grani Kadria ishte zëvendës atashe ushtarak, zëvendës atashe tregtar në Rijeka Jugosllavisë. Atasheu ishte Ministrisë Transportit, varet nga Luan Babametua, nësa Grani Kadria kishte marrur shkollën e zbulimit politik dhe kishte emëruar atje për zbulimit. Po? Kjo, Grani Kadria ishte i pamshëm me gjithë zonjën e tij. Shemsie. Unë vajta në Rijeka Jugosllavisë sepse në kishte ardhur informacion që 2 kryqëzor dhe një nëntëdhjetëse Rusia do nishin nga Sevastopoli për Rijeka Jugosllavisë. Dhe dha urdhë Kadir Azbiu në thirrje dhe me një mjet të tregtisë tregtare u vajta në Rijeka Jugosllavisë, me një tjetër. E realizojmë që në shumë herë në ato, anitët, çdo gjë bëm shkëlqyre. Dhe
U ktheva në Shqipëri, natyrisht ki parasysh që dorëzova informacionin, u kishte dorë me shifër, gjithat kryesore. Pastaj dha informacionin, mas 2 ditësh me telefon sekretari i ministrit shtëpi, thotë mund të kërkon ministri. Dhe shkova, dërguar makinë po shkova atje, sa vajta unë në paradhomën e ministrit, drejtori kundër zbulimit të ushtrisë. Kadriu gjithmonë, ëh? Kadriu Rëzyu, drejtori kundër zbulimit në paradhomë. Më pashu ka diçka. Hyra brenda unë, Kadria zbiu, rëni floktu dhe bëtë cigaren kështu. I fola unë s'u fare. Ullu tha mua. Ja t'jo këtu, zyre madhe këtu. Nuk folë tha mua. Edhe pse je një nga zbulusit më të vlerësuar, është i djegë të tjerët. Unë kësha ngjilet e shokët. Ke shkel shumë rënë sekretin shtetëror. Prandaj e pash me shumë edhe imbje. Masi në një pak i thash, unë kam një eksperiencë i thash shumë të gjatë dhe di mjaftë mirë ruajtjen e sekretit shtetëror. Prandaj nuk qëndron. I lutem shumë më thoni kush shkel sekretin shtetëror dhe kush ka formuar. Ama ki parasysh tani ti që shokët e mi parë ishin arrestuar. Të tjerë ishin dënuar. Unë e prisja unë pash këtu vetë erdhi fundi, si shumë të tjerë. Edhe kështu, purërisht pa aman edhe duke menduar shumë thellë. Ishin brapa familja, të vëllezër, gjithë ku thonë ajo. Po tha. Ti je zbuluar, tha i ke zbuluar ushtarë e shtetit. Nga veprimet ke bërë ti. Pa punë, mënyrë tek Gani Kadria. Gani Kadria më njëtë distancë, ai zbulu politiku, zbulu ushtarak. Kur kaloi në Kosovë unë, ai ka qenë kamarie në turizëm në Kuks. Se futi kamarit zbulit sigurim. Ati isha njën para, dhe pasaj distancë. Mendova mos ka dërgo kjo informacion linje tjera. Nuk jam dakord, thash është shpifja. Po ti thosh ati shpifja. A i prapë vazhdojnë cigarën që bëndë vetë. Në rritë kohën pa mera telefonit, se editori zbulimit. Njëzë pa besë. Do njëherë dhe midis zbulimit ka patur. Erdi heshte madhe. Edhe unë, e pasi do ke i thash, ku e dhja unë që kështë filluar lufta në bërë politike me Hoxha këtia. Mas rrëtëmime të shëllë, kështë filluar probleme këtia. Dhe i them unë, komandani i përgjishëm, unë po të vetë tani pret për njëherë. Mi aftu të rëkshim dokumentet specialeve. Jo, që komandani i përgjishëm? Ku e dhja unë? Unë të zëmë. Pa shë e thava. I tha tia, ndrojata, i tha. Pa të që kështë spionur për mua. I kësha mbështetës. O si ndroja atë, tha. Ja bërë kështu. Unë i ka pa dhe farë dola asa të jemi në pashim, atë dhe të unë zbulimit, anë dhe misit e brëshme. Takova njëri konsultim, ku të qëndrorë, tha. Anë dhe ku të qëndrorë. Kem kalu probleme dha shumë tje. Vajta atje, në dorë dokumentin.